Kur nuk ka kaluar ende një vit nga ndryshimi i çmimit të biletës autobusit urban, shoqata e transportit kërkon rishikimin e çmimit nga bashkia. Argumenti i tyre bazohet se linjat janë zgjatur me 10 deri në 20% dhe kostot që paguaren janë në proporcion jo të drejtë me dendësinë e popullsisë që u shërben. Ata kërkojnë rritjen e çmimit pasi një vit më parë, sipas tyre bashkia bëri indeksimin e munguar në vite. Duhet theksuar që rritja e fluksit nuk është as pak proporcionale me rritjen e kostës së shërbimit për arsye të zgjatimit janë bërë drejt zonave periferike me dëndësi të ulët popullsisë. Kështu që lind nevojat e rishikimit e çmimit të biletës, premtimi i dhënë nga kryetari i bashkisë për këtë rast. Shoqëritë e transportit kërkuan ndërtimin e viteve në leje nga 5 vite në 10 që investimi i tyre të jetë i sigurt dhe të garantojë cilësi. Ndërkohë që drejtori i transportit në Bashkinë e Tiranës pranon situatën kaotike të funksionimit të këtij shërbimi, por siguroi se kjo do të zgjasë deri në fillim të 2017-s. Linjat janë rikonceptuar në itinerare, frekuenca, orare dhe po integrohen. Janë duke u vendosur në parametra autobus me kapacitet të lartë, komod dhe sigurt. Mund të themi se në përfundim të kësaj faze që përfshin zonën kryesore të urbanizuar të territorit të ri dhe që përfundon në fillim të vitit tjetër, 2017, është pritshmëria që numri i automjeteve të shkojnë nga 203 autobus që janë aktualisht në 290 mjetë, si dhe njëkohësisht do të ketë futje në shërbim të mjeteve me kapacitet të lartë. Deklarata publike e bërë për herë të parë pritet të konkretizohet dhe të shkojë zyrtarisht kryetarit të Bashkisë së Tiranës.